Është koha e intervistës ditës. Në minutat në vazhdim do të flasim për propozim ligjit për arsimin e lartë dhe debatët që po zhvillohen nëpër universitete. Me mua në studio është Blendi Odaj nga Forumi për Ndryshimin e Arsim. Blendi, mirëmbrëma dhe mirëserët në Alsat. Mirëmbrëma, shumë faleminderit për ftesën. Pa hyrë në detajet e propozim ligjit, përmbajtjes e propozim ligjit, fillimisht do të flasim për atë që ju e ngritit si çështje dje, kishit vërejtje për transparencën, se si është përgatitur ky propozim ligj. Pse mendoni se i njëjti nuk është përgatitur në mënyrë transparente? Faleminderit për pyetjen, shëzën edhe një herë për mundësinë për të diskutuar këto çështje që janë shumë të rëndësishme dhe vitale për tardhmen e shtetit, sepse flasim për një ligj që duhet synimi duhet ta ketë rritjen e cilësisë në arsimin e lartë. Arsyeja pse dje po edhe më herët e kemi thënë që ligji nuk është as pak i bërë në mënyrë demokratike dhe nuk është transparente, është për vetë faktin që fillimisht gati se do të bëhen, realisht sot janë bërë një muaj që kur është publikuar propozim ligji në Ener, dhe nga ajo ditë e sot, pas një muajve, ende nuk e dim se kush janë autorët e këtij propozim ligji, kush janë tekstshkruesit e këtij propozim ligji, që për ne është shumë e rëndësishme sepse përbën interes publik, dhe të njëjtën kohë përbën edhe një interes për opinionin publik të shohin se nga disa nene që janë shumë problematike, nga kush po vinë dhe kush i shtyn këto nene të caktuara. Ne disa nga informatat që kemi e dim që një numër i konsiderueshëm i personave që kanë qenë tek grupi i punës janë edhe për sort paralizuar, kështu që ndoshta e kanë si një tentim për të konsideruar që janë të ndihen më të realizuar në profesionin e tyre si profesor. Përgjithsesi është e rëndësishme të theksoj edhe një herë që arsyeja pse duhet të bëhen të ditur emrat është sepse kjo nuk është ndonjë vepër romani ku për shembull mundeni ju me vendos me pseudonim ta publikoni që të tjerët mos e kuptojnë se kush e ka publikuar romanin e saktuar. Kjo është një ligj që përbën interes publik dhe për shkak të asaj duhet të jetë publike dhe emrat e autorët e propozim ligjit. I keni kërkuar nga ministrja? E kemi kërkuar, biles edhe dje... Për shkak se keni qenë aktiv gjatë gjithë kohës, e keni përcjellur gjitha debatet? Ne kemi kërkuar, por ministra ka një përgjigje kështu të paqartë deri më tash, sepse konsideron që do t'i bëj publike në qoftë se gazetarët dhe organizatat jo qeveritare do t'i garantojnë që autorët e propozim ligjit nuk do ta padisin për shkak pse i ka publikuar më pas emrat e grupit të punës, që edhe thash edhe një, kjo nuk është sekret shtetëror, nuk është sekret shtetëror, është grup pune që ka përpiluar një ligj që ka interes publik dhe me patjetër duhet të publikohen emrat e profesorëve, sepse dje për shembull në debatin publik që ishte në Universitetin e Tetovës, Senati i Universitetit të Tetovës kishte marrë vendim që kërkon nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës të tërhiqet ligjin, ndërkaq vetë Universiteti i Tetovës kishte patur 2 ose 3 profesorë në grupin e punës për pilimin e ligjit. Ndërkaq puna e parë e Senatit është që të kërkojë përgjegjësi nga ato 2 deri 3 persona që kanë qenë në grupin e punës. Njëri prej atyre ishte para disa javësh këtu në intervistë, duhet të kërkoj përgjegjësi atyre një herë pse edhe çka kanë diskutuar dhe çka kanë kërkuar që të vendohet në propozim ligjin. Kështu që A mund të ketë ndryshuar gjatë rrugës ky propozim ligj që ka përgatitur ky grup i punës që Unë besoj që po, sepse zakonisht ndoshta grupi i punës ka dorëzuar një tjetër propozim ligj dhe i njëjti ka pasur ndryshime në kabinet. Unë mendoj që po, për atë arsye është e rëndësishme të publikohen emrat dhe të prenoncohen të njëjtat në lidhje me se si ka ndodhur dhe si ka ardhur deri në këtë propozim ligj, për shkak se ju e dini që zakonisht propozim ligjet versionet finale përpara publikimit i përpilojnë 3 deri 5 persona, një grup i vogël i personave, kështu që neve na intereson se kush kanë qenë ata edhe çfarë është kontributi i tyre akademike dhe shkencor që kanë nxjerrë një ligj që kërkojnë nga të tjerët, e i konsiderojnë që të tjerët që janë shumë dembela, kërkojnë nga ata të kenë kushte shumë më të mëdha që ne jemi pro, por duam të dimë se edhe kush janë ato persona dhe të njëjtit ai plotësojnë të njëjtat kushte që kërkojnë nga të tjerë. Të flasim pak për mbajtjen e ligjit, ndër vërejtjet kryesore që ministrja ka hasur në debatet publike nëpër universitete është çështja e autonomisë. Ku mendoni se cënohet autonomia e universiteteve, në çfarë forme, në çfarë mënyre, në cilët nene keni detektuar këtë problematikë për cilën kanë folur vetë rektorët?
Një ndër pjesët më të që cënohet më shumë autonomia e universiteteve ka të bëjë me këshillin universitar, që deri më tash ka ekzistuar te ligji aktiv që e kemi, por tash me një farë forme i jepet pak më shumë rëndësi në pjesën e mënyrës se si duhet funksionoje universiteti. Vendimarrjes po, mirë po, Këshilli Universitar detyrën do ta ketë që duhet të kërkojë përgjegjësi nga universitetet dhe nga rektoratet dhe nga anëtarët e senatit se si e bëjnë punën e tyre. Sipas propozim ligji bie që ky këshill duhet të jetë mbi senatin. Nuk besoj që mund të jetë mbi senatin, po është mbi senatin për shkak se kërkon përgjegjësi nga senati dhe nga rektorati. Ndërkaq rektori duhet kryesisht mbaj përgjegjësi para senatit, sepse ai është trupi më i lartë vendimarrës brenda një universiteti. Nuk është problematike Këshilli Universitar, është problematike pse 5 antarë të Këshillit Universitar propozohen nga ana e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Këtu është problematika e cënimit të autonomisë universitetit, sepse ne jemi si Forum në Shqipërinë Arsim, mendojmë se është shumë e rëndësishme të ekzistojë Këshilli Universitar në universitet, që rektori, prorektorët dhe gjithkush që mban pozita menaxheriale brenda universiteteve të kenë një farë lloj trupe që do të jenë më të përgjegjshëm ndaj. Do japin llogari për punën që e bëjnë. Mirë po, nuk mundet që llogarinë ata ta japin përpara një strukture ku 5 nga ata antarët, 5 nga 11 antarë janë të nominuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Me këtë ndoshta me automatizëm do të fuqizohet edhe roli i ministrisë me ndikim që do të ketë ndaj universiteteve. Padyshim që po. Ndoshta edhe këtu është synimi që një tendence që të heshten edhe ata pak zëra autonom të pavarur që kanë ngelur në komunitetin akademik, sepse gjithsesi ne nuk I kemi as pak, ju e shihni një muaj pas publikimit të ligjeve, numri I profesorëve që kanë dalur të folin kundër propozim ligjit, respektivisht për të dhënë propozime të argumentume, është shumë I vogël. Domethënë kryesisht Forumi për ndryshimin e arsimit ka bërë lufte më të madhe për pjesë të caktuar që ne I konsiderojmë se janë shumë të rëndësishme të inkuadrohen në propozimin ligjin e. Vetëm një pyetje desha të parashtoj te kjo, te çështja e këshillit. Sigurisht se do të ketë ndikim edhe për punën e zgjedhjes së rektorëve. Nuk do të ketë ndikim në zgjedhjen e rektorëve sipas propozimit ligjit, sepse rektori do të zgjedhet nga një vot një profesor, pra gjithë profesorët do të kenë drejt vote në zgjedhjen e rektorit. Mirë po do të kenë ndikim në mënyrën e menaxhimit të universiteteve dhe do t'ju kërkoj shumë më shumë përgjegjësi rektoratit edhe strukturave tjera menaxheriale brenda universitetit. Të flasim pak për thirrjet shkencore, edhe ato ishin ndër vërejtjet kryesore që kishit gjatë këtyre ditëve, apo vendosen standarde të reja për të kontrolluar, ndoshta apo shumë profesorë ndoshta nuk do të mund të përmbushin këto standarde që I kërkon propozimi ligjin e fjalë. Kryesisht profesor Sherif e ka thënë. Shumë e rëndësishme është që kemi standarde më rigoroze, respektivisht kriteriume shumë më rigoroze për të arritur deri në profesor ordinar, profesor I rregullt, sepse në 10 vitet e fundit nuk ngeli kush pa mos u bë profesor në vendin tonë, maca e kuca u bën profesor në vendin tonë. Për atë ne përshëndesim këtë propozimin e kritereve shumë më rigoroze për të arritur deri në profesor ordinar. Mirë po ku qëndron problemi sipas neve është që ligji, domethënë momentalisht strukturën akademike në vend, diku rreth 60% e strukturës akademike janë profesor ordinar, që me propozim ligjin e ri ato do ta marrin titullin profesor të përjetshëm dhe nuk do të preken as pak nga propozim ligji. Normalisht ne e kuptojmë që ligjet nuk mund të vlen në mënyrë retroaktive, sepse shkelen të drejtat e fituara të personave të punëtorëve. Mirë po gjithsesi, me që ne themi që në 15 vitet e fundit, edhe sot kryeministri e tha që në 15 vitet e fundit kuvent, me miratimin e ligjit në 2018 ka ndodhur që çdo kush që ka publikuar edhe në Shën Nikoll në ndonjë revistë shkencore është bërë asandaj profesor. Ne çka kërkojmë është që këto avancime akademike që kanë ndodhur në 15 vitet e fundit duhet edhe ato avancime akademike
të analizojnë se si i kanë marrë. Për shembull, Ky ligji në fjalë nuk i parashek ato. nuk i parasheh. Për shembull, me që ne kemi një problem shumë Shkak se bëhet një farë disbalansi mes profesorëve që kanë marrë ata tituj dhe profesorëve të rinj që duan të marrin tituj. këtu e gjithë përgjegjësia për kualitet i bjerë tek gjeneratat e reja, tek personat që ende nuk i kanë marrë titullet akademik dhe po e themi shihni, kualiteti, cilësia në arsimin e lartë varet nga ju, ne e kemi kry. Dhe ne kemi shumë probleme si forum për ndryshimin e arsim, standardet e dy fisha dhe mënyra se si dikush flet kur vetë nuk i plotson kushtet. Për shembull, para 2 javë në një debat ne theksuam që një ndër kushtet që janë përcaktuar që nuk duhet të jetë si kusht për kriter sepse nuk është kriteri për kualitet pjesa e H-indeksit, kryeministri i vendit nuk i plotson. Nuk i plotson të H-indeksin sepse ka H-indeksin 2. Sot përmendi që njëjtën kohë profesorët nuk publikojnë në kuvend, profesorët nuk publikojnë në revista me impact faktor. Propozimi ligji i ri thotë që për të marrë titullin profesor ordinar, i rregull duhet të kesh publikuar 7 punime shkencore, për të cilëve 4 në revista me impact faktor. Kryeministri i vendit, zoti Kristian Mickovski, në 15 nëntor 2019, kur është avancu në thirrjen akademike profesor ordinar, tash do bëhet profesor i përjetshëm, është avancuar në thirrje akademike duke i publikuar vetëm 2 punime shkencore me impact faktor. Domethënë, momentarisht ligji thotë që duhet të kesh 4 të publikuara në revistë me impact faktor, ndërkaq kryeministri është avancuar në thirrje me 2. E tash për atë ne po themi, hajdeni do t'i hapim edhe arkivat e 15 viteve të fundit, edhe të shohim pse për shembull personat që sot flasin më zëshëm për cilësinë, pse të njëjtët nuk i plotësojnë kushtet momentale që janë në propozim ligjin që i kanë vendu dhe atëherë ne jemi në rregull, ne pajtohemi që përveç këtyre kushteve të ketë kushte edhe më rigoroze që me të vërtet kemi një komunitet akademik edhe një komunitet universitar që është ajka e shoqërisë. Për këtë që po thoni nuk besoj që do të ketë vullnet për të bërë ndoshta një Padyshim që edhe këty duhet i merret, ky nuk duhet të jetë as profesor i asociuar me këtë, vetëm një docent mund të jetë me propozime që i ka plotësuar, domethënë mirë po ne dim se mënyra se si funksionojnë është që të gjithë e kanë keq përdor këto dispozita ligjore që kanë qenë deri më tash për të avancuar të jenë të profesor të përjetshëm dhe këtë do të arrijnë tash me propozimin e ri. Pra, sipas këtij propozim ligja rrezikon që thirrjet shkencore të mos varen më nga meritokracia, po nga faktorë të tjerë, nga aspekti ekonomik ndoshta, ai që është financiarisht më i fuqishëm. Do të varet padyshim që mendoj se do të varet nga meritokracia, sepse tash do duhet më vërtet të punohet në publikim të punimeve shkencore në revista me reputacion dhe me faktor të impaktit. Mirë po, duhet të kuptojmë që publikimi në këto revista kushton, edhe shkenca me 10 euro nuk mund bëhet, që nuk kupton që shteti duhet që të fillojë që të jap më shumë para në këtë drejtim. Për shembull, mesatarja e OECD-s përqindja e mesatarës e OECD-s për të dhënë para në shkencë, edhe në udhëtimin shkencor është diku 2.3% të GDP-s të buxhetit, ndërkaq të vendit, ndërkaq Maqedonia në vitin 2025 ka dhënë diku 0.24% të GDP-s. Do të thonë jemi shumë lart mesatarës që kërkohet për të financuar shkencën edhe për të financuar hulumtimin shkencore, prandaj nuk mund të propozohet një ligj që kërkon menjëherë nga një pozitë që jemi këtu në -1 të kalohet në 10, por duhet në mënyrë shumë më inkrementale të arrihet deri tek pika që dëshirojmë, duke normalisht shteti duke filluar të investojë shumë më shumë në arsim, në laboratore, në shkencë, në hulumtime dhe kështu. Kur jemi tek hulumtimet, një ndër vërejtjet që kishin profesorët dhe një nga rektorët që kishim në studio këtu, kishte të bëjë me mësimdhënien dhe hulumtimin, që paraqitet problem sipas tyre për profesorët që do të merren me hulumtim, do të humbin në peshë në mësimdhënie. Gjë që nuk e zgjidh propozim ligji në fjalë. Nëse fokusi i një profesori atëherë do të mbetet hulumtimi, do të mbetet anësh mësimdhënia. Ne ende nuk jemi si shtet për shkak se jemi shtet që jemi diku rreth 1.8 Jo për shkak se apo profesorëve po ju kërkohet tash më shumë punë në aspektin e hulumtimeve. Po.
Me automatizëm ndoshta edhe me të drejtë humbin në mësimdhënie nëpër universitet. Shumë me të drejtë, mirë po duhet të kuptojmë diçka që universitetet tona nuk janë në nivelin e shteteve si Gjermania, Franca, Italia, ku ndahen universitetet që janë research-based, që merren vetëm me ulëmtim, universitetet që merren vetëm me mësimdhënie. Tenent me një farë formë është një kombinim i çuditshëm mes mësimdhënies edhe universiteteve hulumtuese. Për këtë arsye kërkohet prej profesorëve universitar që të kenë të dyja në avancimet akademike që ata duhet të i arrijnë në sipas këtij propozim ligjit të ri, por mendoj që është shumë e rëndësishme që vetë se më kemi pak kritere shumë rigoroze në aspekt avancimeve akademike, sepse duhet të fillojmë edhe të mendojmë se cilësia e arsimit duhet jetë një ndër prioritetet më të rëndësishme të vendit. Nëse nuk kemi arsim cilësor, ta dini që ardhmja do të jetë shumë e zbetë në vend. Jemi fare në fund, vetëm një pyetje desha të parashoj lidhur me propozim ligjin, me optimizimin e fakulteteve. Si e shihni ju si forum për ndryshimin e arsimit këtë? A i shihni të ardhmen fuzionimin, bashkimin e fakulteteve, universiteteve, për shkak se ligji nuk e thot troç kështu, po lejon një farë mënyre, një bashkëpunim, një bashkim të tillë. Edhe pse e ka lënë ministria këtë propozim në këtë formë, të pa definuar? Shumë gjëra janë të padefinuar në ligj, por specifikisht për këtë mendoj që nuk e kanë bërë diçka të tillë, nuk e kanë definuar sepse do të ishte jo kushtetuese për shkak se cënohet në mënyrë direkte autonomia e universitetit, që është një statut kushtetues në kushtetutën e vendit. Po mendoj që është e rëndësishme që në të ardhmen me të vërtetë universitetet, jo ministria, jo qeveria, universitetet në mbledhjet e tyre të ulen dhe të bisedojnë se sa është e rëndësishme profilizimi. Ne vazhdimisht kemi folur për profilizimin e universiteteve, për shkak se nuk përbën hiç sens të kemi për shembull fakultetet njëjta në shumë universitetet në vend. Do të thënë, ne kemi diku, mos gabojmë, e kemi thënë para një vjet e gjysmë që diku 16 deri 17 fakultete juridike në vend, në nivel nacional. Është shumë e parëndësishme. Në vend që të optimizohen respektivisht të grumbullohen profesorët më të mirë të këtyre 17 fakulteteve, krijohet një program studimor shumë më i mirë nga të gjithë këto 17 fakultete, ne e kemi parë universitetin si mënyrë për të parë se si me marrë sa më shumë para nga xhepi i studentëve, për atë arsye janë 17 fakultete, sepse edhe tek private por edhe tek publike ne paguam një fakultet. Në nxjerrim juristë diplomuar me gjyqësor me 2% besim të qytetarëve. Do thonë janë shumë të ndërlidhur. Arsyeja pse sot e kemi gjyqësorin me 2% besim të qytetarët është padyshim që ajo çfarë ka nxjerr universitetet, dhe nuk ka nxjerr vetëm universitetet private, se shumë e gabojnë. Shumica e prokurorëve dhe gjyqësorëve keni nga fakulteti juridik i Universitetit Shënqirit dhe Metodi. Do thonë një ndër universitetet që kanë nxjerr mos të ministrat e drejtësisë më të dështuar, edhe prokurorët edhe gjyqtarët, një numër i madh të prokurorëve dhe gjyqtarëve që kanë qenë më të korruptuar deri më tash në vend. Pra, nuk është vetëm tek privatët, por duhet shikohet edhe tek publiket, edhe pse ne jemi më shumë pro publikëve dhe jemi pro idesë që publikëve duhet t'ju kushtohet shumë më shumë rëndësi se sa privatëve. Blendi, faleminderit shumë për kohën që bashkë të diskutojmë për këto problematika.